Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Amma ba'du, falendrojmë Allahun te baraka wa taala, I dërgojmë salate dhe selame me të dashurit ton Muhammedit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam, të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Për hajër ju qofshin e për hajër na qofshin fillimi I këtyre netëve të bekuara, të mbetura në 10 e fundit në këtë muaj të bekuar. Këto net janë netet më të bekuara, janë netët më të vlefshme, janë netët më madhështore, janë netët më të bereqetshme gjatë tërë vitit. Këto janë net të cilat karakterizohen me faljen e Allah të baraka wa taala, me bujarin dhe fisnikrin e tij, me shpëtimin prej zjarrit të xhehenemit. Pejgamberi ynë I dashur sallallahu alaihi wasallam ishte tej mase I përkushtuar me plot mobilizim e gatishmëri në 10 e fundit, saqë edhe disa veprime praktike I ka bo pejgamberi alayhis salam për me na tregu neve çfarë nivelit lartë ka qenë edhe përgatitja, edhe përkushtimi, edhe gatishmëria e tij. E ka palu dyshekin e shti. E ka palu dyshekin, kjo nën kupton se ka flejt minimalisht vetëm sa ka organizmi I njeriut nevoja fiziologjike për gjumin, aq sa ka marr energji dhe fuqi për me mujt me I vazhdu aktivitetet e tij. E dyta, e ka lidh edhe e ka shtrëngu izarin e tij, me thonë tek ne me kuptu rrypin. Edhe e ka lidh edhe ka shtrëngu rrypin e tij. Ulemaja thonë, kjo automatikisht tregon mes tjerash edhe largimin prej gravet e tij, zatën pejgamberi alayhis salam pjesën ndërmuese gjatë Ramazanit, jo vetëm 10 e fundit e ka kaluar në itikaf, I izoluar, po themi kështu, I vetmuar, duke qenë larg krejt angazhimeve të jetës në këtë dunja. Është shumë interesant tash në kohën tonë, është pak kogja sfiduese. Tash mendojni se cili prej neve me bo itikaf 10 ditë. Tash se cilit prej neve prej angazhimeve që I ka, prej obligimeve që I ka, I dalin në mendjen e tij një numër I obligimeve. E po unë nëse hin itikaf, punëtorët e mi, firma jeme, projekti, obligimi, biznisi, gruaja, fëmia, xhamati, domethënë se cili. Në anën tjetër, kur nëse e mendojmë autoritetin e pejgamberit alayhis salam dhe detyrat e tij, nuk del as një njeri për afërsisht që mundet me pas detyrat ngjashme sa ka pas pejgamberi alayhis salam. Në gjitha dimensionet e jetës, nëse e marrim dimensionin e tij të jetës private, na kemi ka një gru, ai ka pas 11. Do të thonë, nëse e marrim në aspektin e jetës private. Nëse e marrim në aspektin, hajde po e zëjmë aspektin e përgjithësisë të madhe, ajo kon krye komandanti I ushtrisë islame. Ndash thuj u kon presidenti, ndash kryeministri. Nëse e marrim aspektin ekonomik, gjithçka kriza më e vogël ekonomike, dikush s'ka pas buk me hongër, kanë ardhur njerëz delegacione atje në periferit Medinës apo në vende tjera më larg, s'kan pas veshmbathje. Çdo kërkesë ju ka drejtuar pejgamberi. Domethënë
po i përmendi gjitha këto angazhime. Pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur Ramazanin ekskluzivisht ja ka caktuar Zoti i tij xhalla xhelalu. I vetmuar në xhami, i izolum në xhami, nuk është izolum kuptimin mos me fol me njerëz, mos me bisedu me njerëz, mos me i dëgju hallat e njerëzve, mos me u kry shërbime njerëzve, por nuk ka dalë prej xhamis. Ani pse rregullat se dëgjoni vëllazër, unë po besoj pak më herët e pash është një xhami në Riyadh, një prej bamirsave dhe një prej njerëzve shumë pasur në Riyadh, është një familje Rajihi, disa për juve e dini, e ka ndërtu, e shisha pjesën e poshtme të xhamisë çfarë kushte i kishin kriju për itikafin, edhe një prej përgjithësve aty në xhami e pyeti kishani njëri, tha sa njerëz janë për momentin që janë duke bërë itikaf, tha diku afër 4000 njerëz. Ajo vetëm një xhami prej xhamive në Riyadh, një xhami prej xhamive, normalisht një xhami shumë e madhe. Nuk adim se përmenda këto e përmenda se ulemaja në librat e fikhut, nuk ka libër në fikh që nuk është një kapitull i cili titullohet kapitulli i itikafit. E tash na duhet me bo përpjekje, unë vetës për i foli, e pastaj edhe juve duhet me bo përpjekje edhe me shpirtin ton në këtë raport, me këqyr çka mundemi me bo diçka për shpirtin ton këtë mujtë bekum. Shiqani, nëse nuk mundemi 10 ditë të fundit, në itikaf ka mundësi me qëndru njeriu edhe një ditë. Madje njeriu ka mundësi me qëndru edhe një pjesë ditës, nuk është kusht edhe një orë, bën prej drekës deri në kindi. Për shembull, ditën e diel, shumica prej neve nuk punojmë. Mundesh me provu, me fal namazin e sabajt në xhamin e lagjës tondës, po them këtu, edhe deri në kindi me ndajt një itikaf. Me qysh është një herë me ndajt. Edhe normalisht me pas program. Se pejgamberi alayhis salam kur është izolu apo është vetmu, është mbyllur në xhami, është mbyllur me vetmin qëllim, me arrit kulbin e adhurimit ndaj Allahut. Kaq. Tash kjo problem, kjo s'na vjen. Këto mundesh me marr, po në itikaf me këto ma mirë mësi. Se si të shpia, si në itikaf, YouTube jasnalet, sargjon materialet e YouTube-ës asaj tjetrës. Do të thonë, ideja është me u përkushtu në adhurim. Të dashurit e mi, ju krejt e keni mbajt mend natën e parë kër kena falë këtë vit Taravin. Besoj që po ju kujtot që tash hinem 10 e fundit. Nëse proma është vetëm një ditë më afër Bajramit. Këto 2-3 e këtij muji iken, shkun. Qysh kemi leju ne me kalu këto 2-3 se cili le të flet me vetëm. A jemi të kënaqur se cili me vetveten ton për këto ditë që kanë kalu, se cili le të flet me veten e tij. Në raport me shumë gjëra, në raport me namazin e teravive, në raport me leximin e Kur'anit, në raport me meditimin ndaj Kur'anit, po e zojmë. Po, gjithsesi është e pëlqyeshme dhe e kërkuar me lexu Kur'anin me bohatme. Po ndoshta ndonjëherë ka efekt më shumë mos me bëu Kur'anin hatme, po ti e ke zgjedh një sure gjatë Ramazanit, edhe objektivi yt ka qenë qatë sure, domethënien e përgjithshme, mësimet, dobit që dalin për asaj sure, gjatë qëti Ramazani, kom i kalu, kom i mësu, në Ramazanin tjetër nuk kom nevoj më këthy më këto. Gjatë të jetës time, i kom të qartë vijat e trasha, sa i përket një surës të veçantë. Dhe na kemi nevoj me Kur'anin me e fillu me ndërtu këtë raport. Me fillu me ndërtu me Kur'anin këtë raport. Për shembull, po e japi si ide. Gjithë që të bashkë me mu e dim surën Fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Parimisht gjithë e dim
që kjo sure i ka zbrit 2 herë pejgamberit. E vetmja sure që i ka zbrit 2 herë. Të gjitha suret i ka zbrit nga një herë. Kjo i ka zbrit 2 herë. E tash, nëse dojmë me kalu në një pyetje tjetër, në një nivel tjetër, a e dim të gjithë kuptimin dhe domethënien e përgjithshme të kësaj sure? Mëre sonte, nëse je ki energji kur shkon, merë fletorën ose një faqe A4 të bardhë dhe merë lapsin, edhe thuj Bismillahirrahmanirrahim. Për fundin një resht, çka muj me shkru nëse dikush kish me më thonë që s'ka ndëgju kur për Bismillahin, a mundesh me fjalë të shkurta me ma sfegu çka i bjen që kjo? Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ajeti i parë. Ai thot, a mundesh me fjalë të shkurta, me një 3-4 fjalime më tregu çka i bjen Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, për fundi. Kosha një detyrë shtëpije e vështirë, sfiduse. Unë e mora një shemull për një surë që gjithë e din. Kër një kënë të vëgjët ka 5 vetë e këni mësu. Brenda ditës 10 herë për sëritim. Ka ko. Edhe shtë ditë që në mitë ka ko, me umarë me surën Fatiha, edhe mu mos me pas asni problem. Ghayril maghdubi alejhim waladdallin, amin. Për çka bojmë amin? Për çka bojmë amin? Ti e din që duhet me bo amin edhe duhet me bo amin. Sakt. Po për çka bojmë amin? Amin, o Zot pranoje. Po për çka bojmë amin? O shumë më rëndësi. Se kjo nuk bëhet amin në fund një kërkese, vetëm sa ajo ç'është më rëndësi. Po unë edhe ti spedim, nuk bën këto më spedit. Me marrë një ajet edhe me e qelë, që e qela, Kaptina Isra, ajeti 57, krejtë o gjallartë i në zenë ngusht, me një përjashtim të vogël, du të më këtytë o gjallartë e tefsirët me këtyrë, se din. Po mos me ditë se bën amin, në fund Fatihas, kjo nuk është një mësim i rondë, kjo është bazik, që nuk guxojmë me leju me na ikë Ramazani mos me ditë. Unë e mora shembull mos e menju këto. E një italian për kulë Allahun, një treta Kur'anit. Një sure që pejgamberi sa më thotë është një treta Kur'anit. E një italian për inna atayna kel kauthar që kriti dini. Kriti dini. E lexon at-tahiyatin, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Mirë. Ka arti kush ka thonë, a bën me më tregu me pak fjallë që ka që kjo? Pse e thojmë që ta? Pse e thojmë unë që ta? A bën mësë me thonë që ta? Pyetje, a bën mësë me thonë që ta? E falim namazin e kunutit. Amin, amin, amin. Qka kunuti? Pse duhet me bo doa në kunutit? Cila është rëndësia doas kunutit për ty? Do thonë, këto janë gjëra që nga dal ne e ngritim nivelin ton. Në gjamë në krejtë që to e je pa vetëm ad hoc shembuj, ndoshta dikon për juve e frymëzojmë edhe e provokojmë kuptimin pozitiv, që nëse dikush nuk e ka qartë këto apo ato, e fillon seriozisht me fillu më u maturu edhe më ngrit ne se cilin kuptimin individual në raportin ton me fen ton të baraka wa taala. Po e përmbylli se koha namazit. Të dashurit e mi, këto net nga sonte edhe njëre po e përsëriti janë net të cilat i karakterizon falja Allahut, bujaria dhe fisnikria ti, shpëtimi prej zjarit. Këto fjalë i referohen asaj që pejgamberi a.s. kër i ka thonë Aisha radiallahu anha, o i dërguari Allahut, nëse unë e goditi natën e kadrit, apo nëse kisha me ditë që kjo nata e kadrit, çka ta lus Allahun? I ka thonë thuaj, Allahumme inneka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Allahu im, më fal, ti e falës, më fal mua. Në thot, në këtë lutjen e pejgamberit a.s. janë këto të cilat aludojnë se këto net janë netët e faljes, bujarisë e fisnikrisë Allahu te baraka wa taala, dhe net që Allahu i shpëton dhe i amneston prej zjarrit të xhenemit robrit e ti. Qofshim të gjithë të falur nga Allahu jon ya Rabbi. Qofshim të gjithë të shpëtuar nga zjarri i xhenemit, ne prindrit ton
dashurit ton dhe familjarët ton. Allahu ju nderoft, wallahu ta'ala alam.